Ka përfunduar pa një marrëveshje takimi mes kryeministrit Albin Kurti dhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdixhiku për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Bisedimet kanë zgjatur rreth një orë dhe pas tyre Kurti tha se diskutimi ishte pozitiv. Takimi shkoi në atmosferë konstruktive, mirë po kur ka diçka të re do t'ju njoftojmë. Nga ana tjetër, kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku nuk ka pranuar të flasë për negociata. Ky takim është i treti që zhvillohet për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës pasi në 5 mars përfundon afati kushtetues. Nga ana tjetër, presidenti aktuale Vjosa Osmani ka shprehur dëshirën e saj për një mandat të dytë, ndonse partitë opozitare e kanë akuzuar si të njëanshme në rolin e saj. Sipas kushtetueses, një kandidat për president duhet të mbështetet nga të paktën 30 deputet për të propozuar. Për të zgjedhur duhen 80 vota në 2 raundet e para ose 61 në të tretin. Nëse kuventi dështon brenda afateve, vendi shkon në zgjedhje të parakohshme. Marsi është afati i fundit për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës.